Tani, vlla dhe motër të begatofti madhi Zot, dil nga filozofia. Largoju të paditurve. Shmangu nga të pa edukuarit. Se për shembull, një që s'ka edukat, një që nuk din, një që s'ka shfletu, njëri që s'ka dëgju, kur ne flasim për xhenet, për përjetësi, ai s'mund të kuptoj se ai është klas parë. Ai mund shaj, ai mund të vendojë muslimant, ka islamofob sa të dush. Ai nuk e kupton, por ai nuk është i mençur që të thotë këto po thojnë përgjithësi po, unë do ta studioj, unë do ta besoj ose do ta rrëzoj. Pa i pas fletu as i flet, ai paragjykon. Ai bëhet islamofob. Ai i shan muslimanët, i përshmon. Unë po t'jap i këshill kuranore në xhami. Ti mos ju kthe atij me shajtje. Ti ktheju atij me rrugë kuranore. A do në nivelin më të lartë? A do t'jesh profesor, doktor në raporte me njerëzit? Po, a ti ktheju me ajet Kurani. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Njerëzit e të gjithë mëshirshmit, nëse i shan nuk të shajnë. Nëse i ofendon nuk të ofendojnë. Ore ke drejt në Zotit, nëse sillet ke sillu dhe ti keq. Pra ktheja në të njëjtën mënyrë dhe këtë e ka pranu. Po më e mira thot, është kjo që ne po themi, njerëzit e të gjithë mëshirshmit ecin tokë hauna me qetësi. O idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Qofse ignorantët i drejtohen me fjalë fyse thojnë paq. Unë jam të jetu në islamin e paqes, unë s'merrem, s'kam kohë. Kur ilaçi kuranor për këtë kategori tjetër, wa arid anil jahilin, tha o Muhammed, o pejgamberi i madh, shumë e kanë shajt, shumë e kanë ofendu. S'kan lënë epitet pa i vendos, vetëm mirë ka bërë. Ka thënë, wa arid anil jahilin, shmangju të paditërve dhe të pa edukuarve. Shmangju, mos u ballafaqo se bjen nivelin e tyre. Prandaj ilaçet e Kuranit janë në këtë nivel. A do nivel më të lartë? Shkosh dhe docent. Femen afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Tha kush fal dhe i përmirëson raportet, shpërblimi nuk i humbë i madhi Zot. Siç e boni pejgamberi alayhis salam që njerëzit që i kishin vrarë të afërmit e tij i fali dhe elhamdulillah u bën musliman. Kjo është kulmi pastaj që e bën pejgamberët se e kishin pa këtë xhenet që po flasim ne, e kishin pa me sy.